Në ambientet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në Tiranë, lidhja ndërkombëtare e poetëve, shkrimtarëve dhe artistëve Pegasi Albania, në drejtimin e presidentit zotit Kristaj Shabani, organizoi një takim ndërkombëtar në kuadër të 30 vjetorit të themelimit të saj. Në këtë veprimtari morën pjesë përfaqësues të rëndësishëm nga Brazili, të kryesuar nga presidentja e Pegasi Albania në Brazil, zonja Magna Aspasia Fontenelle, si edhe sekretari i përgjithshëm Toger William Costa. Në kuadër të këtij jubileu, u zhvillua edhe simpoziumi i 16 ndërkombëtar, në të cilën morën pjesë akademik, profesor, studiues, shkrimtar, historian, artist dhe veprimtar të fushave kulturore e artistike nga vende të ndryshme të botës. Ky simpozium shërbeu si një platformë e rëndësishme për shkëmbimin e ideve, promovimin e vlerave letrare dhe artistike, si dhe përforcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e kulturës. Veprimtaria u mbyll me një vizitë në Kalane e Krujës. Ky simpozium u hap me fjalimin e presidentit të Pegasi Albania, zotit Kristaj Shabani. Të nderuar miq të veçantë, të mikesha, të artit magjik të fjalës ngjyrore, të shpirtit dinamik e të bukuruar, të nderuar artistë të fushave të ndryshme, të nderuar miq të librit të pavdekshëm, në jetë jetëve, konsultorit, këshilltarit të madh jetësor, plot klorofil e ajër frymarrës për bronket. Të nderuar poet e studius nga vende dhe vende të ndryshme të Evropës, të nderuar bashkënismëtar të kësaj veprimtarie rëndësore dhe historike për letërsinë pegasiane në kuadrin e 30 vjetorit të krijimit në Gjirokastër të Pegasit ton fluturus, i cili tashmë njihet në botë për organizmin e tij në të gjithë sferat, sepse ne me veprat tona, antologjit tona të vlerësuar, bëm të flasin shqip rreth 5500 poetë të botës. Respekt për ne, respekt për ata ato që e dashuruan gjuhën tonë shqipe, dhe një prej tyre ndodhet sot midis nesh, ajo po mëson të gjuhën shqipe, e nderuara profesore doktore Magna Aspasia Fontenelle, presidente e Akademisë Alternative Pegasiane Brazil, e cila prej datës 21 prill ndodheni e pranishme në tokën e Shqiponjave, në tokën e lashtë Ilire. Jeni e pranishme së toku me zotin Wilson Vicence da Costa, sekretar organizativ i Akademisë Alternative Pegasiane të Brazilit, dhe zonjën e nderuar Costa. Sakrificat shpeshherë janë të bukura, e sidomos kur arkitekturohen për artin e figurimit. Të gjithë ju që jeni sot këtu dhe shumë që s'janë, është e pamundur të mos jeni shqiptuar në Shqip dhe në gjuhët e tjera gjeniale. Të falenderoj gjithashtu gjithë poetët e përkthyer në gjuhën e lashtë shqipe. Dua që në emrin tuaj të përshëndes gjithë pasionantët e letësisë, gjithë të lexuesit intelektual, gjithë krijuesit kudo që janë, të gjithë të pranishëm, të cilët duan letësinë dhe artin, dhe të gjithë ata që kanë dhënë kontribut për ecje të frutshme të letësisë dhe të artit, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në trojet tona, por edhe në botë. Ne kemi një shpirt shumë të madh. Libja ndërkombëtare poetëve dhe shkrimtarëve dhe artistëve Pegasi Albania, Akademia Alternative Brazil, i jep titullin Nderi i lidhjes ndërkombëtare Pegasi Albania, profesor doktor Begzat Baliu Albanur, studius poet Prishtinë, Kosovë, i gjithë shqiptarisat e këtu. Me motivacion, kontribut në studimet albanologjike, si dhe në zbatimin e parimitetit për një letësi të mirëvirtë dhe për shkëmbim universal vlerash në fushën e letësisë bashkëkohore. Të nderuar pranishëm, nga Prishtina, nga Tirana, nga gjithë hapësira shqiptare, nga Evropa, nga Amerika, jemi mbledhur sot që për poezi. Jemi mbledhur sot për anën shpirtërore të përditshmërisë tonë, të jetës tonë, të vlerave tona. Por nuk e dinim që sot do të mbledhemi vetëm 2 ditë pas njërit prej bardhëve, prej krijuesve më të mëdhenj të 2 shekujve të fundit.
shqiptarët kanë humbur së fundi 3 personalitetet më të mëdha të botës së tyre shpirtërore e materiale. Kanë humbur një personalitet pazakonshëm, Adem Demaçi, të lindur në vitin 1936. Kanë humbur një shkrimtar të pazakonshëm të formasave planetare, Ismail Kadare, të lindur në vitin 1936. Dhe kanë humbur një personalitet papërsëritshëm në jetën tonë kombëtare, krijuese, intelektuale, në atë që mbledh botën shpirtërore dhe materiale, luftrat dhe gëzimin, lirinë dhe paqen, robërinë dhe çlirinë, kanë humbur shkrimtarin e madh Recep Çusi. Prandaj po e hapim këtë takim me një minutë. Me Gjirokastër kemi organizuar konferencën e parë shkencore me rastin e shpallës së pavarësisë Kosovës në vitin 2008. Me miq që shkonin në Gjirokastër, se unë gjilova paka, po profesorët e kanë shku gjatë klasë. Me miq që shkonin në Gjirokastër, gjithë kohën bëm gara, u fërkuam kush do të jap flamurin e Kosovës. Se do të askush një flamur që s'kishim as një tro respekt, se ne ishim rritur me flamurin shqiptar. Dhe s'kemi dalë në sot. Në fond të thanë, me që ditë e zatë kemi pashkune ma gjatë me ta, do t'a shpagosësh flamurin, do t'ja shrektohet një kohë një. Une, duke thënë qenë se ma fa këtë, ma bëri këtë kërkesë një njëri shumë i veçantë, profesor Ali Linca, e njohur shumë në Tiranë, shumë se Prishtinë e saj, e dëgjova dhe pranova kërkesën. Por, kur salla kongretin e kam, dhe unë shpallosa Kamurin e Kosovës dhe i dhash rektorit të Universitetit Lendën të studiusve dhe pranishmëve nga Kosova, qajta. Sepse nuk ishte çështja e Kamurit, ishte liria dhe pavarësia e Kosovës. Ishte liria. Kam ardhur nga Milano, jam qik të toje, dove në këtu, për mua është nder dhe kreneri, për mua dhe për tropojën, për gjithë Shqipërinë, për gjithë juve. Faleminderit. Një soprano nga Trotoja, do nga që të disë sot, dhe se si që të një vlerësim dhe unë ndihem shumë krenare për këtë gjë. Shpresoj, më thënë që të vlera të shojmë deri në fund dhe ju falenderoj nga zemra. Dua të më thuhet një herë për se nuk ishte filmi i luaj në YouTube. Filmi është prodhimi i televizionit Kroacisë, e ata nuk lejojnë që publikohet pa ashtu të gjitha filmat i kanë të rezervuara, nëse dikush diçka po don, atëherë duhet të drejtu televizionit kroat dhe vjen. Kjo pjesa e filmit është spot, cili çdo vit tregohet, është i shpërbyer në Amerikë dhe disa shtete
të Europës si film, si spot më i mirë për të shtukur, për kërkimin e shtukurit. I jep çmimin e karrierës për veprimtari jetësore në art dhe në publicistik zonjës Shenida Bilali, Zagreb, Kroaci, si shtash nga Prishtina, Kosovë, me motivacion, kontribut cilësor në artin e filmit, në dëmin publicistik me revistën Iliria, në madhështin e veprimeve për mbretëreshën Ilire Teuta, si dhe në krijimin e urave lidhse me Kroacin në këto fusha. Ka tjetë, më prezidentë, faleminderit shumë. Një të trokitje. Faleminderit shumë, e kam shumë emocion se këtu jam në ato sërgjezit, po prap jemi shqiptar. Dhe një shkëmbim universal vlerash në fushën e artit dhe këngës shqiptare në botë. Ftojmë zgjues presidenten Henrietta Spina të japi këtë vlerësim dhe një titull shumë të madh. Është lajësi për mua. Ndodhem mes jush. Dhe një të mundësia, përshëndes një jetë në të një të preferuar, mik i shoqatës tonë, jeni një të shqipit të drejtashë politike. Pasi qurit i bet një libër nga studiusi, shkrimtari, poeti, i dëgjuar, jo vetëm në Kosovë, por një treva shqiptare, Ren Buzhala, i cili ka shkruar pasi qurit, libër e ti. Agostino Garda Sardegna, për konferuar se erdhët studius i vitit 2025, Zoti Agostino Citelia, Sardenj Itali, me motivacion, kontribut studimor në zbulimin e rënjve të arbreshke, si dhe në ultimin të drejtim të tjatësit arbreshk dhe realizimi i njësive me fjalori shqip dhe arbanitas. Pas këskim djetë, u djeta, u shërindemi në Shqipëri. I djeta dhe i takova në Mursi, afer Saranda. Pas këskim djetë. Mjemrim ishte Shqipteria. Italianizuar në Itali, Capitella. Ma një kushtirim që kishë vada me punë në Amerika, u mjemrin e muar original, Qifteria. Edhe unë sot presandohem si Qifteria. Faleminderit gjithë. U jam arbëror, ndihtem arbëror, edhe tani jam edhe shqiptar, se Presidenti Republikës Shqipërisë më dha një shtetesin shqiptar. Faleminderit gjithë. Faleminderit gjithë. Ju uroj gjithë të mira. I nderuar e dashur Agostino, ju flisni më mirë se unë shqip. Unë të sonorit kuantet poetik dhe bje poesia e fjalës, gjykim dhe plësim letrar për poetin Ali Ormova. Një mjedis të shkërgjyre. Pse kemi ndërmarrë të veprimtarit? Shumë janë arruar në lësi shqiptare. Ka shumë prilan nga ka të gjoj e quajnë PTG, po që Ali Ormova nuk ishte PTG. A ishte një poet i cili ishte shumë konkurus me kë, me më të mëdhej e periudhës së tij, si kundërse ishte Lazush Pardesi, e shumë nga Bulla, e shumë të tjerë. Ne jemi të ndritshëm dhe shumë të gazmuar në këto momente që i japin titullin në lartë Andon Zako Qajupi, poetit Ali Ormova.
me motivacionin i shquar në poezinë e rinjës aktive. Sheh Ali Bey Formon. Vitu jam ka marrë dekret. Vidi shkosh arabisht, ditën. Shkoj thar ka. Të lot ka. Edhe për një libër ka. Se shkoj mirë thotë edhe popullin nesër. Ta pyesim që janë dakord apo s'janë dakord. Vajte në shtëpi hoxha. I më thua, mori karton të madh, bëni po kafe me frirë, edhe në dorë i thotë, kush është ka i tha popullit. Është ky apo ky ka shprovën karro. Të të me frirë, e moni ku të ndrojë rana të, e rana djalën. Unë i bëjtëri e sotë, gjithë këtarëve, e tjenë të dirë, që tjenë e shumë të tokë, e përshërë Zotin dhe asë një individ tjetër, se hitet së kurë Zotin. Dhe shumë ka marrë dhe politikanët, të mos kanë politikanitetin, të të shkën për Shqipëri, në rrasë parë, asaj politikën e tyre. Të fërëndit me tyre. Ju përshëndes e libre, me në ekip banorëve Lazaratas dhe në shoqatës kulturore atletare Lazarati. Ne që se kemi interesi për zotërin nuk kemi portreti e babaj gravur me 3 ngjyra në drulisi. Bravo! Falenderoj instruktorin për këtë dhuratë për momenton. Zoti Adrit Njashile, ky është i patriot dhe diadetar, edhe këtu brenda është shpirti i dashuria për Zotin dhe për ne. Mirë ditë. Muito emocionada. Kam shumë emocion se zgjidhëm sot para jush. Estar aqui na Alemanha, Me qenë në Shqipëri, vendin të cilin e do shumë, dhe unë po e plotësojnë që kjo ka në zemër Shqipëri, jeton për Shqipëri, e dën aq sa e do dhe Brazilin. agradeço imensamente esse título Faleminderit shumë honroso për këtë çmim që më vjen dedikuar sot. de embaixador. Vërtet është ambasador dhe senatore e shqiptarëve. Kjo flet më shumë për shqiptarë se sa flasim ne për veten tonë. Faleminderit shumë. Muito obrigada. Në kuadrin e 3 vjetorit të krijimit të Libjes. Por, ka një ata, unë këtu afër meje, ka një nga antarët kryesorë të lidhjes së kombëtare Pegasi Albani, i cili ka dhënë në dispozicion para shumë kohësh dhe mjediset e lokaleve dhe ambientet të tij për të zhvilluar dhe primtarit jashtëzakonshme. Një prototipje për të rejishëmërit. Dhe këtu i zhvillonim aktivitetet. I zhvillonim të një vëndë që kishte një motivim të quajtur vrije loti. Kemi për distancë sa dini. Ju përshëndes të gjithëve, në kam gjithë një. Dhe ju të apoqë në aktivitetet tjera, po jo ka i gjatë, sepse të besoj që e doshtë në një doktorë, në një doktorate, të një të dajë të hanë. Besoj se të ketë muzë për i poezinë të tjera. Ju përshëndes dhe ju uroj sukses e gjithë ata që ketuam dhe besuam në të Ftojmë aktorin Xherat Imami për të interpretuar. Të gjithëve, kam kënaqësi të veçantë të përshëndes këtë veprimtari të jashtëzakonshme të uraganit palodhur të letrave shqipe, gjirokastrit dhe krye shqiptarit Kristaj Shabani.
Është privilegj dhe kënaqësi që Kristaqi e çoi më tej zërin e Shqipërisë. Edhe për te tetra dhe oqeanëve, dhe ka një dashuri oqeanike. Dhe është kënaqësi dhe krenari që solli në mesin tonë kryetare e Akademisë Alternative Pegasi të Brazilit, zonjën e madhe Magna Aspasia Fontanella. Prima, njëri nuk pa thëllon, po e gjeta këtu, në mes tuaj, asar nuk u padash, po ju gjeta të armatosur me plakën e lirisë në balë, në shtatë dhe në ushtat që ka janë besnik të emëruar për tim ati. Ju ma vut mi krye këtë kuror, ju ma dhatë në dora shpatë, ju më bëtë zotë të kësaj mbretërije, andaj shkjermëni që me ndimin e Perëndis t'i marrin të gjitha përtesat për armikut, o të t'i marrin të gjitha qofte dhe me plak në balë, o të themi asgjë prapi gjallë, dhe ta di qielli e dheu, unë jam Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Vallani për e vjetë miqve tanë që erdhën, gjithë me ndojnë që Skënderbeu nuk banë të rritoj varin dhe shërije, po Skënderbeu ka dashur shumë, ka ditur të dojë shumë. Dhe në emër të personazhit tim, unë po ju lexoj marrjen me dalë me hidhëri, me të një rrujë pashpresë, dhe asgjë nuk besoj. Jam gjakur dhe kot me ditori, dalë në rrugë, bukëroshet i vështroj, dhe pastaj në mbrëmje varë, bu dhe të ri, kthehem vetëm i lodhur, i raskapitur, i tektisur në shtëpi. Nuk mund as të ha, as të pi, e shkreta pleqëri. Shkreta pleqëri. Është një nder për mua, por njëkohësisht edhe e kam gjithmonë kënaqësi që gjithë jetës time. Lidhja ndërkombëtare po edhe shkrimtare dhe artiste Pegasi Albania i jep titullin e lartë Pegasian, Polar Pegasi, Zotit Vasik Nasi poet me Maliaj Shqipëri. Falenderoj që jemi sot këtu. Dikur kur kam qenë e vogël, jepte Vasili, domethënë edhe falenderime më këshillonte. Ne shep me këmedi, studius, veprimtar shoqëror të tonë Maqedoni e Veriut. Polar Pegasi Internacional Albania është organizator i karnavaleve i lire që zhvillojnë rreth 11-12 vjet në Teton. Për rast këtu, i disa klubs e të cilët do të marrin titullin e lartë Pegasian Polar Pegasi Internacional Albania 2025. Zonja Raimonda Draha. Faleminderit Raimonda, Erzoni. Një poete cila vjen nga Saranda, e Lilaj. Maida Gjurici. Motivacion i poete madh. Urdhëron. Elius i shkruaj. Motivacioni, kontribut në zbatimin e paramitetit për një lehtësi të mirëfillt dhe për shkëmbim universal vlerash në fushën e lehtësi bashkëore në Akademinë Alternative Pegasiane Brazil. Edhe bashkëpunimi dhe ardhjen e saj, e ardhjen e profesoreshës në Shqipëri. I Akademisë Alternative, por i cili do të vi këtu dhe do t'i thotë ai fjalë të veta. Janë dy njerëz të mrekullueshëm. Isha në fakt që i takova. Ju përshëndes, ju dëshoj. Nga Amerika, kalojmë tani
në Korç. Ajo serviri edhe gjërat e jashtëzakonshme të cilat i ka pasqyruar te libri i saj Magjia e Solive, zonjës Georgina Kapaj. Pasja Panteneja, shpallëcon, ambasadore e paqes, për kontributin që ka dhënë dhe mirësinë që paraqet për kontributin për Shqipëri, për paqen botërore, zoni Bekov egzoste çmim të lartë dhe të ndërrohet. Fiksoni pak historinë. Together against terrorism, together for peace. Ka filluar të mësoj shqipe. Një vele, një aristokrat, paraqitje në shpirt dhe një fisnik që nuk ka harron asnjë sekondë. Zoti Pietër me përpara dhe Akademia Braziliane. Përshtojnë këtu dy titullarë të mëdhenj të klimës. Brend Buzhanën dhe diktorin akademik Idris Berishën. Kemi dhe diktorin akademik Idris Berisha, diktor poet një Kosovë. Ne për të dy këta kemi bërë në kolegat një emision për të qatë, një rubrikë për të qatë. Republika e Brazilit është një republikë që e drejton me komandë edhe ky është atërë dhe patet edhe njërë që se patë është stoker. Është nxënësi i Magna Spasie Fontenerës dhe njëkohësisht sekretar ekzekutiv i Akademisë Alternative. Motivacioni e shkruar edhe primtarit e organizuara nga Akademia Alternative Pegas i Brazil, duke luajtur rol protagonist si dhe për bashkëveprim nivelli me Akademinë Alternative Pegasiane Albani. Është një idhull i lehtësisë shqipe, e i mëdhani i gjuhës shqipe, e cila po bën një fund të jashtëzakonshme në Greqi. Këto janë organizacione e Letëria Metrës brenda një qytetin grek, me nxënësit e saj. A ka portretizim më të mirë se këtë? Në balë të klasës qëndrojnë rivin të asjetar që ata janë gjithmonë të mua përmëzore si përmëndime. Unë sot jam për para jush që ju jemi nderi i kombi tonë, ju përgëzoj për kontributin që i jepni në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar, gjithashtu duat të shpreh një njohjen time për ju, por në veçanti për zotin profesorin Kristaj Shabani, ku kemi zhvilluar dhe veprimtari të shumë të Aratin. Përgëzoj zotin Xherat Emani për aktivitetin e madh që kemi bërë në mbar Evropën, u zhvillua dhe në Atin me rastin e vitit të madh të Sanxhakpeut. Jek në rata një mozës, që sa qëfar bërë të profesionizme kemi në Turqi. Kjo është Moza Elezi, gazetarja dhe kronistja e vitit 2025, Sonja Moza Elezi. Kontributi madh në median e shkruar dhe besire, duke pasqyruar e realisht prezente e Komitetit Madh Shqiptarëve në Republikën Turke. Ka ardhur në Stamboll. Përshëndetje të gjithëve, të marrë përshëndetje zotit të Shqipërisë, arkitektit të kësaj vite që bashkoi të gjithë rrjetet majorore që nga Brazili deri në Turqi, dhe përshëndetje për juve shkrimtar, historian, gazetar, artist dhe miq të nderuar. Nuk do të zgjas shumë, unë jam Moza Elezi, kam 30 vite që jetoj në Turqi, jam në dy fëmijëve me dy rrugëve, po bëhem gjysha pas 3 muajsh. Jam moderator e programeve shqiptare në Turqi, që ka qenë programi që ka zgjuar shqiptarin e Turqisë. Kam rreth 700 programe me rrjetet shqiptare të Turqisë, duke më bërë nga vjedhja shqiptare të Xhamërisë, shqiptare të Edirë, shqiptare të Jugut,
shqiptare të Maqedonisë, Kosovës dhe të Sanxhafit të Mishit. Gjitha këto programe që janë gjithuar janë transmetuar si në episode YouTube, ashtu edhe në TV Show, por të gjitha këto programe së shpejti do të jenë përmbledhura në libra. Faleminderit, nuk do të flas më. Po të një të shka, që fakturoj që mbajnë një qëtësi latë, në respekt për mimozëve. Rëskisht të asë për kja nësësën. Në atë rast, më do të thejtë të qka. Dhe studimi im është që të dëj çdo pres që kam jetuar në jetë, ta dëj të shkruar për në libra, përse? Sepse unë thot shpajdos arkivaturve. Po në arkivaturve, në arkivat osmane ne kemi dokumente më të hershme që përkasin viteve 1430 e 1432, ku ato përfshihen treva shqiptare, fshatrat shqiptar, banorët e asaj kohe dhe jeta e asaj kohe. Pra shkrimi ka rëndësi. Ashtu si shtatë ka të parë profesori i Universitetit të Prishtinos, që në Brazil gjinet një libër që duhet patjetër ta shpajdosim, edhe unë mendoj që të shpajdosim më shumë që të bëjmë briset të ardhur atë histori që është shkruar duke e balancuar edhe me shkrimet të tjera. Pra studimi im është që të mos vdes. Unë do të vdes patjetër, trupi im i do të vdekë, por të paktën punet e të mbetet se pra të kemi nevojë. Dhe sot kur jemi në kohën e medias, të gjithë jemi të fiksuar tek telefonat e shikoj që faktikisht shumë pak njerëz lexojnë. Unë vendos që gjithçka që shikoj, gjithçka që regjistroj ta shfaq, që të jap njerëzve të gatshëm, vetëm të has telefonin me ta ndjekje, sepse e duam gjithçka të gatshëm faktikisht, por ajo që do të ndiem shumë i kultur generale është sidomos ajo që shikoj këtu sot në sallë, që shikoj temën që po tepër temrat janë dominante nga gjitha fushat, që do të zgjidhemi lumtur sepse kur gratë e botës, kur temrat e botës ishin vetëm shpërtorë të furave, dhe ato rriten në shtëpitë e tyre për të gatuar dhe të rinë fëmijë, filluta jo në ftonte. Mamica jonë ftonte. Dhe këtë e shikoj tek tema shqiptare këto në botë, që të gjithë ju uroj shëndet, jetë të gjatë dhe varësi, dhe të bëjmë gjithçka që kemi mundësi për kohën tonë, për popullin tonë, për gjuhën tonë, sepse një jetë kemi dhe mos na shkojë kohë. Nuk të vdesim që të tretemi, se do tretemi, që mos të tretet puna jonë. Faleminderit, do është një mënon që të vdesim që të në lidhe me oratorinë e mimozës, do t'i pasaj të kontrolloj që ta vlerësoj. Nuk të shka që përkrasë nuk shkruaj do të shkruaj nuk lexoj dhe do të bëj shumë të